Sepse shefat e shtabeve mblidhen edhe për arsye koordinimi edhe të një programi pune, dhe kjo do të thotë që çfarëdo lloj stërvitje përbashkët që mund të bëjë NATO në kufijtë e Serbisë do të jetë potencialisht një kërcënim për Serbinë. Unë nuk e besoj që Vučić është aq naiv sa ta mendoj këtë, se përkundër është i rrethuar nga të gjitha anët, nga përveç se me Bosnjën, nga vende anëtare të NATO-s. Problemi që kanë këto vende me Serbinë nuk është pikërisht mënyra se si Serbia është sjellur dhe roli që ka pas në rajon. Ka qenë strumbullari i të gjitha ngjarjeve destabilizuese, duke filluar që nga Malizi, nga Kosova, roli që ka Republika Srpska në Bosnjë kështu me radhë. Serbia nuk është në një vend i cili në mënyrë të drejtë për drejtë kërcënon vendet përreth, por është një vend i cili luan fijet e mëdha të një konspiracioni të destabilizimit të këtyre vendeve. Është e kuptueshme nga njëri krah po ta shohësh në aspektin e sigurisë, por as Kosova, as Malizi, as Bosnja, edhe Kroacia, po të duam, nuk përbëjnë një të marra, se thosh në mënyrë të veçantë, nuk përbëjnë në një kërcënim të madh. Por ama, të paktën për Bosnjën, Malinezi, edhe Kosovën, Serbia është një faktor shumë i madh i instabiliteti. Në këto kushte, dhe unë besoj këtu që pamundësia imediate në periudhën e fatshkurtër e Kosovës për qenë anëtare e NATO-s, natyrisht edhe e suportuar besoj nga aleatët, e çon Kosovën drejt kësaj aleance, e cila nuk besoj që nuk ka bekimin e aktorëve më të rëndësishëm të NATO-s, flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova është një investim i drejtë për drejtë amerikan. Unë kam qenë i habitur gjithmonë për reagimet që ka në raport me Kosovën në aktorët e opinionit publik në vendet europiane, flas këtu për Italinë. Kosova shihet si një investim totalisht amerikan, një investim i cili në momentin që mund vihet në gjendje instabiliteti do të rrezikonte, unë nuk besoj që do të ekzistonte ekzistencën e vet, por do të ishte një element pasigurie për Ballkanin. Kosova ashtu siç u krijua zgjidhi një element shumë të madh pasigurie për Ballkanin. Faktorin shqiptar brenda Republikës Serbisë, të paktën neutralizoi jo vetëm çështjen e dëbimit të shqiptarëve, por edhe çështje të natyrës genocidiale kështu me radhë. Në një farë mënyrë këto çështje u përmbyllën. Përtej asaj, Kosova është një model demokracie, sado deficitare, relativisht funksionale, po të duam të fuzim brenda dhe variabilet e një bashkëjetese etnike, e cila edhe pse nga pikpamja kushtetuese mund duket e sforcuar, po nga pikpamja reale unë shoh në një problem shumë të madh. Qartë.